dy fjalë desha të them për njerëzit e letrave, kam llafin këto që shkruajnë, nuk për shpunës që shkruajnë letërsi të mirëfillt, tregime, romane, prozë, gjëra shkencore, kritike, apo janë studiues të fushëve të caktuara, për shembull të gjuhësisë, të historisë, të arkeologjisë. Edhe çfarë desha të them? Nga njëherë, se dhe unë e maj qik vetën kështu si pëlqim shkrimtari, nga njëherë, ato që janë gjërat më të vështira që njeriu mund të thotë për lexuesin e gjerë, për ata që kanë shumë kështu referenca shkencore, që i referohen profesor mas profesor, historian mas historiani, filozof mas filozofi, këto që duken më të vështirat, edhe për të shkruajt, edhe më të vështirat për të lexu, këto njeriu mund t'i kthej në gjërat më të këndshme, edhe vetëm nëse di të gjej ilustrimet e sakta. Pra, të mos e lodh lexuesi me një kështu faqe, dy faqe, 3 kapituj me referencë mas referencë. Bile dhe kjo tradita që shkruajnë historianët që kanë shkruajtur që në kohë të lashtë deri më sot, që i vejnë ato shënimet, ato referencët në fund të librit dhe indekset, edhe këto nuk e ndihmojnë lexuesin, këto vetëm janë thjesht me tregu ai që ka shkruajtur librin, shif se sa punë shkencore kanë bë, shif sa jam dediku, por jo që të ndihmojnë lexuesin, por në qoftë ti ta bësh të këndshëm leximin, nuk është nevoja ti vesh atje në fund të fletës këto shënimet, vetëm ajo që ta shlodhesh lexuesin është që të japësh sa më shumë ilustrime. Pra, të gjesh foto, të gjesh piktura, edhe e thyn ato edhe e bën të lexojë. Kështu që çdo gjë që ekziston, aq sa është e vështirë, aq është edhe lehtë, aq sa është e komplikuar, aq është edhe thjesht. Pra, vetëm duhet të gjesh atë mënyrën se çfarë i përshtatet këtij apo atij shkrimi. Edhe një herë, këtë bëna thjesht të ndaj këtë mendim me ato që shkruajnë, me ato, për shembull, do të mendoj që do hedhash një faqe aty, a pena letrare, pena arte, diçka e tillë, po ku janë këta shkrimtarë, poet, kryesisht të rinë mosh, por ndoshta shumë e profesional, se Sami Gjoka, se Sami Jonis, shumë gjona dhe i letë gjithë në rrugë, por aty këtu dikush mund ta mësoj këta, mund ta kushtoj pak vëmendje dhe ta aplikoj këtë gjë. Edhe herë, mu më kujtu tashti kur kam qenë moshë 3, në moshën e shumicës juve që më ndiqni mu, 7-18 vjeç, lexova diku që ishte një filozof apo një poet, një shkrimtar italian, edhe kishte një emër që e tallnin këto shokët, nuk ishte emër i këndshëm në atë kohë. Duke se ka qenë Kaka, po më falni, nuk e di. Edhe mësuesi këtij thotë, disa nga ju mund të dinë mirë se për çfarë po flas. Mësuesi thotë këtij po ndroj emrin. Edhe ky tha, jo tha, unë nuk e ndroj emrin sepse bota tallet me këtë emër dhe është emër ja i këndshëm tashti për tashti, por unë do të bëj diçka tjetër, tha. Unë do të bëj, tha, bëmë të tilla, vepra të tilla që kur të më kujtojnë mua pastaj të japin një hong këtij emri, të gjithë duan t'ia vënë emrin fëmijëve të tyre. Pra, është njeriu, aftësia e njeriu, talenti i njeriu që çdo gjë sa do e vështirë të jetë e bën të lehtë dhe të këndshëm për lexuesin. Po flas kryesisht për shkrimtarët, poetët, studiuesit, njerëzit e letrave. Sami Gjoka ju përshëndet.